Leximi i librave është një mënyrë e shkëlqyer për t'u relaksuar, sidomos para kohës së gjumit. Për të përballuar stresin dhe ankthën në ditët e sotme, librat psikologjik apo ata vetë ndihmues janë zhanret që kërkohen më shumë nga të rinjt. Librat e tjerë të cilat janë tepër të kërkuar janë librat e, si them, të vetë ndihmës, herë dikush e quajnë parapsikologji, janë librat të cilat dëshmojnë se shoqëria vërtet ka, le të themi, s'po them kolektivisht, por shoqëria jonë, kastat e ndryshme shoqërore, ka nevojë për motivim, ka nevojë që të mësojnë, le të themi ashtu, mekanizma dhe të përvetsojnë teknika për zgjerimin, mënyrat e komunikimit, menaxhimin e ankthit, menaxhimin e stresit dhe gjërat e ngjashme. Janë libra tepër të kërkuar. Kemi, domethënë, prej librave që mbaj mend që kërkohet është Gabor Mata, një psikolog, një klinicist, të cilën When Body Says No është një libër tepër i rëndësishëm, and The Myth of Normal, që të dytë, domethënë, The Skeptic Minds është libri i tij kryesor, po këto dy të parë kërkohen tepër. Përveç librave në gjuhën shqipe, kohët e fundit janë rritur kërkesat e kosovarëve për librat në gjuhën angleze, të cilat pozojnë një hapësirë të madhe në libraritë e vendit. Ka një mas enorme, le të themi ashtu, të kërkesave për librin në gjuhën angleze, sepse të rinjt sot më janë futur, le të themi, në garën globale të leximit të librit, dhe ata çfarëdo që lexohet jashtë duan që ta lexojnë, ta përjetojnë dhe ta përbrendsojnë njëkohësisht siç përjetohet jashtë ai libër, dhe duan të ndjekin trendet dhe është një gjë të normale. Për këtë gjë, Kosova është në hap me kohën sa i përket përkthimit të librave të famshëm botror. Sipas Latif Mustafës, zyrtar për media në librarinë Dugagjini, 70% e librave që janë trendi në botë mund të gjenden edhe në gjuhën shqipe. Mendoj si komb, si le të themi ashtu, si albafoni, e kemi kaluar fazën emergjente të përkthimit. Pothuajse kemi përkthyer, le të themi, 7% të librave të cilat sot janë trendi në botë, por njëkohësisht edhe lexohen edhe në gjuhën shqipe. Kemi përkthyer novelist, kemi përkthyer libra modern bashkëkohor të autorëve bashkëkohor, klasikët pothuaj kemi një numër të mirë, relativisht të mirë, po nuk mund të them se nuk kemi edhe botime në gjuhën shqipe nga autorë shqiptar. Kemi edhe botime nga autorë shqiptar në gjuhë të huaja, edhe këtë duhet ta cekim, të cilat janë të kërkuar në librarinë tonë, por kemi edhe libra të cilat sidomos po edhe këtu, po edhe në Shqipëri, të cilat botohen, kërkohen nga lexuesi, nga që marrin një vëmendje mediatike dhe kërkohen normalisht nga lexuesi kosovar. Nëse është fjala për librat në gjuhën angleze, nuk ka diçka që botohet në botë dhe është trendi dhe mos të vi, le të themi, në kohë reale, ose brenda ditësh në librarinë Dugagjini. Për shembull, kemi librin Let Them Theory, këto di që është tepër i famshëm, dhe më thonë, qysh se ka da libre që në ditët e para kemi pas edhe ne. Dhe më thonë, kushdo që ka libri kemi ofru librin, nga që lexues i ndjekin trendet botnore. Edhe po them edhe këtë, po them, libri me të dalë në publikun e huaj, në publikun anglofon, është kërkuar me një librarinë Dugagjini dhe brenda 2-3 ditësh shkara tek ne. Do të thonë, me ndjek hapin me librat botnor që shkruan në angleze nuk kemi asnjë problem, po dhe librat të cilët botohen në Shqipëri, do të thonë, transporti është aktiv dhe është efikas, eficient dhe do të thonë janë gjëra të cilat në librarinë Dugagjini gjenden lehtë. Mustafa thot se botimet shqiptare kanë thesare të shumta, të cilat presin të lexohen dhe të zbulohen. A kemi mangësi? Ndoshta kemi, nga që libri, le të themi, ose po e bëj që shpesh e bëj një krahasim, dhe me thënë që ndoshta nuk mërzitem me këtë lloj krahasimi. Nëse e marrë me librat të Orhan Pamukut, një novelist, cili ndo nga librat të Orhan Pamukut ka një narracion interesant. Ka të bëjnë me ato provincat e Turqisë, ka të bëjnë me, le të themi, me traditat, përplasjet e identiteteve fetare, politike e tjerë. Po
Nuk mund të mos them se Petro Marko nuk është, ose intervistë me vetë, libri i tij, po aq i mirë narracioni i bukur i shkruar një aventurë e papërsëritshme, diçka e jetuar, diçka si më thon, e bazuar një histori të vërtetë, e mos si të më mirë se cili do nga librat të Orhan Pamukut, do të thon. Kemi histori shumë të bukura, të mira të letërsisë shqiptare që presin dhe janë thesar të gërmohen dhe të fitohen dhe të mësojnë, do të thënë, gjeneratat e reja që vinë, po dhe ata që si kanë lexuar, po ne ikim nga librat të cilat janë trendi dhe librat të cilat rekomandohen, le të themi nga mainstream media ashtu. Po në këtë rast mund të them se kemi edhe autor të ri, gjallë që jetojnë shqiptar, të cilët autor apo të cilat libra janë tepër të arrirë, të sofistikuar dhe kanë rrëfimet tepër mbretëresle. Libri më i shitur i periudhës së fundit është ai për Rëqakun nga William Walker. Sa i përket shitjeve dhe mbatjes së shitjeve që kemi pas këto muaj të fundit, këtu po llogaris që nga muaji janar deri më sot, libri më i kërkuar dhe më i shitur deri më sot ka qenë libri i ambasadorit William Walker për Rëqakun. Televizioni Koha ka bërë një kronik, pastaj ka përcjellë ngjarjen, do të thënë promovimin e librit edhe në hotel që kemi pas, po ashtu edhe në shkrimet që kemi dhënë këto. Autori ka qenë ka dhënë autograme. Ka pas një interesim të jashtëzakonshëm, do të thënë qysh në ditët e para kemi pas një shitje, le të themi ashtu që markante. Dhe më pas libri ka vazhduar të shitet, vazhdon edhe sot akoma. Shitet në 2 gjuhë është botu libri. Thonë se libri nuk duhet gjykuar nga kopertina, por Latif Mustafa thotë se kërkesat për libra me kopertina të bukura janë shtuar. Po kohët fundit kemi edhe një trendi të kopertina, do të thonë, shihni kjo sa kopertinë e bukur është. Okej, kjo është një kopertinë e bukur, pastaj kemi edhe kopertina të tjera, do të thonë Victor Hugo këto kemi. Është e rëndësishme sepse kemi lexues të cilët shkojnë në rriten, këtu kemi kopertina të ndryshme, të cilët librin e blejnë për shkak të kopertinës. E kanë lexuar librin. Kush e di sa herë, po librin e blejnë për hir të kopertinës sepse ka kopertinën e bukur. Ajo që mbetet e rëndësishme është se librat në çdo formë dhe gjuhë janë pasuri që ushqejnë mendjen dhe shpirtin.